Mirë serdë, zonja dhe zotrinj, jemi drejt për së drejti në Top Talk Ekonomi. Në pjesën e parë të këtij programi do të flasim për rivlerësimin, ndërsa në pjesën e dytë do të ndalemi tek taksa e pronës së dytë dhe të tretë. Vetëm në 4 muajt e parë të zbatimit të skemës së rivlerësimit pasurive të paluajtshme, administrata tatimore raporton se qytetarët kanë kursyer rreth 104.3 milion euro. Kjo fal aplikimit të normës së reduktuar prej 5% të tatimit në vend të 15% që aplikohet zakonisht. Interesi për rivlerësimin mbetet i lartë, veçanërisht nga pronarët që planifikojnë shitjen ose transferimin e pronave të tyre në të ardhmen. Për të folur në lidhje me këtë temë, kam në studio Reinaldo Piperia, ekspert i pasurive të paluajtshme. Mirë se erdhët në program. Gjithashtu në studio paralele, Ervin Demirgjiu, Real Estate. Përshëndetje, mirë se erdhët në program. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Do të kemi shumë shpejt një lidhje online Bujar Zhurin sipërmarrës, por si fillim le të ndjekim materialin informues që kemi përgatitur në lidhje me temën në fjalë. Procesi i rivlerësimit të pasurive të paluajtshme po sjell përfitime të konsiderueshme për qytetarët dhe bizneset, ndërsa paralelisht qeveria po përgatit ndryshime të rëndësishme edhe në mënyrën e taksimit të pronave. Sipas administratës tatimore, nga nisja e procesit të rivlerësimit deri më sot, janë kursyer rreth 104.3 milion euro fal aplikimit të normës së reduktuar prej 5% të tatimit, në vend të 15% që aplikohet në kushte normale. Skema u jep mundësi pronarëve të rivlerësojnë pasuritë e tyre dhe të ulin ndjeshëm barrën fiskale në rast shitjeje ose transferimit të pronës. Afati për të përfituar nga kjo lehtësi është deri më 31 dhjetor 2026. Në të njëjtën kohë, Ministria e Financave ka hedhur për konsultim një projekt ligj që ndryshon formulën e taksimit të ndërtesave të banimit. Drafti parashikon që vetëm banesa e parë të përfitojë zbritje fiskale, ndërsa për banesat e dyta dhe të treta, taksa do të llogaritet mbi vlerën e plotë të pronës. Pronarët që zotërojnë më shumë se një banesë do të duhet të vetë deklarojnë se cila prej tyre do të konsiderohet banesa e parë për efekt të përfitimit të lehtësisë. Një tjetër ndryshim i rëndësishëm lidhet me rritjen e shkallës së taksës, e cila propozohet të jetë nga 0.1 deri në 0.2% të vlerës së tregut të ndërtesës, nga 0.05% që është aktualisht për një pjesë të pronarëve. Kjo do të përkthehet në një rritje të detyrimit vjetor, sidomos për pronat me vlera më të larta. Ekspertët paralajmërojnë se rritja e taksës së pronës mund të sjellë ndikim edhe në tregun e qirave, të cilat gjatë viteve të fundit kanë shënuar rritje të ndjeshme. Nëse pronarët zgjedhin ta transferojnë këtë kosto tek qiramarrësit, familjet që jetojnë me qira mund të përballen me një tjetër rritje të shpenzimeve mujore. Jemi në studio, jemi rikthyer. Reinaldo, në fakt tatimet thonë që një vlerë konsiderueshme prej 104.3 milion euro shuma e kursyer nga individët. Si e interpreton këtë? Kjo është nëse shikon me syzet e tatimeve, nëse shikon me syzet e tregut ose të qytetarëve, unë them që për 4 muaj kemi dhënë tatimeve 52 milion euro, para të cilat tatime nuk do të kishin marrë në 4 muaj nëse nuk do të ishte procesi i rivlerësimit. Mesatarisht, në vitet kur nuk ka pasur fushat rivlerësimit, të ardhurat për tatimin mbi fitimin kapital, për mbi diferencën midis çmimit shitje dhe vlerës së pronës, kanë qenë në nivele 35-40 milion euro dhe vetëm vitet e fundit mund të kenë kapur nivelin 75 milion euro. Pra, me këtë 4 mujorësh, unë besoj që deri në fund të 2026 tatimet do të marrin 2 fishin e parave që do të merrnin në një situatë ku nuk do të ishte fushat e rivlerësimit, kështu që nuk ka kursyer gjë, madje po japim tatimeve dhe po i bëjmë dhe një nder, jo vetëm tatime, jo vetëm Ministrisë të Financave, por edhe gjithë ekonomisë shqiptare, sepse këto 52 milion euro përkthehen ndryshe në 1 miliard euro të formalizuara në tregun shqiptar. Pra, vlera që prona e kishte, por ndoshta nuk kanë qenë të reflektuara në momentin e transaksionit, ose nuk kanë qenë të reflektuara në kartelin e pasurisë. Sot, këto prona, këtë vlerën e kemi të reflektuar në
kartën e pasurisë dhe kjo ndihmon që në momentin e dytë kur të pronat do të kenë transakcion, do të jenë sa më afër realitetit, ekonomia do të jetë sa më e pastër, dhe e dyta me projekt ligjin dhe me dëshirën për të vajtur drejt kadarse fiskale dhe taksës së ndryshuar mbi pasurinë, pra projekt ligji i cili është hedhur në diskutim, do të kemi një format, një sistem i cili takson më drejt pasuritë. Pse? Sepse pasuritë kanë marrë vlerën të cilën ato kanë në realitet në kartën e tyre pasurisë. Kështu që mendoj është më ndryshe situata dhe është një favor për ekonominë shqiptare. Qartë. Mirë, Ervin, si ka ecur procesi i rivlerësimit të pronave? Ka patur interes nga qytetarët, sepse ju e prekni punën për ditë në teren? Tani, fillimi realisht ishte goxha i vrullshëm në lidhje me rivlerësimet të kërkesat. Kjo erdhi edhe si fakt i 2 viteve të pritje, që thuaj që do bëhe dhe nuk po bëhe. Tani faktikisht kohë të fund ka pas një rënje të lehtë si kërkesë, po mendoj tani me muajt e verës, duke që dhe emigrantët vinë, do të kenë interes që ta bëjnë dhe procesin e rivlerësimit në këtë pjesë. Pra, Ervini thot që ka një interes, si e parashikon deri në fund të 2026-ës? Mendoj që muajt e parë kanë qenë të vrullshëm, sepse u vonua pothuajse 2 muaj implementimi, pra ne kemi thënë ishin disa mijëra kontrata, 6.000 kontrata të cilat duhet të ishin futur në procesin e shitblerjes. Mund të ketë një ulje shumë të lehtë këto muaj, pra maj, qershor, pak më tepër qershori, por mendoj me parafrimin e emigrantëve, bleshëve të huaj, mendoj që tregu do të rifitoj përsëri momentumin. Duhet kuptojmë që atë që ne parashikojmë është pjesa e fundit vitit, duhet të jetë goxha më intensive, sepse është vetë pjesë e kulturës sonë që ne i lëmë shpeshherë në momentin e fundit, ose derisa të bëjmë parat për paguar 5% që ne kemi të shtyrë si proces. A mund ta shpjegojmë si llogaritet ky 5% që Reinaldo, krahasuar me 15% që nëse mund të marrim një shembull konkret, sa mund kursejnë qytetarët? Pra nëse ne kemi blerë një shtëpi tek 60.000 euroshi dhe duam ta shesim në 100.000 euro, se ka vlerën të paktën 100.000 euro, në një moment që do të kishim tarifën, po themi tatimin 15%, 15% do të llogariteshe me diferencë me 100.000 minus 60.000 mbi 40.000, dhe kjo do të ishe 6.000 euro. Në një moment kur kemi 5%, në moment që e rivlerësojmë apo e tregtojmë këtë shtëpi, por para se ta tregtojmë do duhet ta rivlerësojmë, nuk do të paguanim 6.000 euroshin, por do të paguanim 2.000 euro. Pra praktikisht kemi kursyer 4.000 euro në këtë transakcion. Megjithatë, procesi i rivlerësimit nuk është i lidhur kursisht vetëm me transaksionin. Është i lidhur me dhënien vlerë të pasurisë, sipas një raporti vlerësimit që normalisht duhet të vijë nga vlerësuesi pasuri e paluajshme dhe sipas vlerës së tregut. Pra ndoshta nuk ke një plan për ta shitur në 6 muajt në vijim apo në vitin vijim, por do ta kesh të përgatitur pronën me vlerën sa më afër vlerës së tregut, atëherë ti e fut në proces rivlerësimi që nëse do ta tregtosh pas 1 vite gjysmë, 2 vitesh, të mund të kesh kursyer ose të kesh bërë pronën gati për ta tregtuar. Mirë, edhe një herë Ervin, kush duhet ta rivlerësoj pronën? Sapo e tha Reinaldo, në fakt edhe ne tham në materialin informues se ata të cilët kanë për qëllim shit blerjen e pronës, pra biznes, duan të mos e konsiderojnë thjesht një pronë për veten e tyre, por për qëllime biznesi. Megjithatë, ata të cilët kanë blerë një pronë me një vlerë relativisht të ulët në letra, por që është e qartë që vlera reale nuk është ajo. A duhet i bëjë një rivlerësim pronës? Patjetër. Dhe ne sugjerojmë gjithmonë që një gjë e thjesht për të kuptuar nëse prona juaj do apo jo, një akt ekspertimi, rivlerësimi është të shikosh vlerën e tregut sot dhe sa është vlera. Nëse ne kemi diferencë të madhe, sigurisht që është i detyrueshme të bëhet ky akt i vlerësimit, pra rivlerësimi pronës. Janë të gjithë pronat që janë përfituar me legalizim. Janë një kategori goxha e rëndësishme pronave që duhet të rivlerësohen. Sepse vlera e tyre reale është regjistruar shumë e ulët se sa mund të jetë vlerë realisht. Pra vlera e tyre reale është regjistruar me koston e shfrytëzimit, që mund të jetë diku këtë 30.000 lekë për metër katror, treja. Ndërkohë që realisht mund të jetë vlerë shumë. Dhe realisht vlera saj sot është diferencë goxha e lartë. Dhe prandaj këto janë një kategori që duhet ta bëjnë patjetër. Një kategori tjetër që do përmendë janë pronat që janë përfituar me akt trashëgimie apo akt dhurimi. Edhe këto prona kanë shumë interes që të bëhet procesi i vlerësimit.
pastaj siç thamë dhe më lart, do çdo pronë që ka një diferencë nga blerja apo akti i fitimit të saj në vlerën reale të sotme është e mirë të bëhet. Dhe sigurisht ato që ka një plan shitje të shpejt, pa dyshim që duhet ta bëjmë. Por edhe dikush që ka një plan më afatgjatë, duhet ta bëjë për të përfituar. Nuk e detyron askush ligjërisht, por e detyron fitimin që mund përfitojë domethënë. Përveç individëve, se në shpesher flasim për individet, është momenti i dur dhe për entitetet tregtare, për bizneset. Për të pasqyruar vlerën e saktë të pronave që ato kanë në bilancin e tyre, sepse nesër pas nesër mund të jenë në proces shitje, apo mund të jenë në proces kredimare, dhe kjo duhet ndihmonte në të njëjtën kohë që ta kemë bilancin sa më të shëndetshëm. Qartë, ka Bujarin, besoj në një lidhje të drejt për drejt. Përshëndetje Bujar. Përshëndetje, jetona. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi, po flasim për rivlerësimin. Në fakt, nuk e di nëse patë mundësi të ndiqje pak edhe bisedën në studio. Dhe dua t'ju pyes, si ju duket si proces dhe cila është analiza juaj nga pikpamja gjithmonë e një eksperti të pasurive të paluajtshme? Unë mendoj që rivlerësimi është një akt shumë i mirë dhe shumë pozitiv në situatën në cilët ndodhet Shqipëria, duke marrë parasysh që informaliteti është jashtëzakonisht i lartë dhe njëkohësisht blerjet që janë bërë në ndër vite kanë fshehur një pjesë të blerës së pasurisë. Por mendimi im është që rivlerësimi i pasurisë duhet bëhet nga ekspertë të cilët janë të licencuar. Ndjesë të ndërpres, sepse e kemi patur si debat, dhe mbaroje mendimin dhe pastaj do e kaloj një të pyetje edhe për të ftuarit. Rivlerësim me çmimin e referencës apo me një ekspert? Unë mendoj që eksperti duhet jetë në rivlerësim dhe njëkohësisht duhet jetë i licencuar nga bankat, sepse një faktori ekonomik i cili mbështet zhvillimin e një shitblerje janë bankat. Dhe bankat kur duan të kreditojnë nga bankat. Më fal, duhet jetë i njohur dhe i licencuar bankat që japin kredi. Banka duhet jetë e sigurt që licencohet nga ministria dhe jo nga bankat. Nuk janë dy gjëra këtë ndryshme. Ju të duhet një ekspert i bankës kur jeni në proces kredie, patjetër që duhet një ekspert i bankës. Mbaroj mendimin unë dhe pastaj ndërhyj dhe jam i gatshëm të debatoj për këtë gjë. Unë mendoj se bankat nuk kanë informacionin e plotë në lidhje me tregun dhe financimin sipas zonave të caktuara. Nëse unë jam një klient dhe blej një zonë caktuar X, mua banka duhet më siguroj për shembull një kredi ta zëm 70 apo 80% vlerës së këtij apartamenti, referuar një çmimi të cilit është i vlerësuar dhe nga banka. Pse them unë që vlerësuesi duhet të jenë të licencuar ose të njohur dhe nga banka, sepse banka ka siguri që kur financon atë pjesë të financimit të një pasurie të paluajtshme në cilën një klient blen, ajo është e sigurt që kjo pronë, nëse nuk paguhet, nuk likuidohet nga klienti, është e sigurt që është brenda atyre normave të cilët banka nuk humbet vlerat e saj të financimit. I rikthen ato në një moment caktuar. Të paktën edhe shtëpitë e para, të cilët duke marrë eksperiencën e huaj në cilën në një vend ku unë jetoj, tregohet që edhe ti kur shet apartamentin e parë apo shtëpinë e parë për shembull në vendet skandinave nuk ka pagesë, është zero pagesa e diferencës midis çmimit blerit dhe çmimit shitjes. Pse është kjo? Sepse ti përsëri do blesh një produkt të ri ose do blesh një shtëpi të re. Edhe ti brenda saj do ke njëkohësisht do kesh paguar pikërisht ndryshimin e këtij çmimi, se çmimi ka një rritje në formë spirale, që duam apo s'duam ne, është një rritje natyrale e çmimit që do të jetë gjithmonë në ekonomi, dhe dashur pa dashur një blerës i ri do të paguaj, domethënë për një shtëpi të re, një vlerë më të madhe se sa nuk do t'i zbritet ajo kur shet shtëpinë e vet dhe ka paguar atë taksën e ndryshimit të vlerës së blerjes me çmimin e shitjes, që është ajo diferenca siç përmendi dhe zotëria, që nëse ti blen një shtëpi 60.000 euro dhe shet tani 100.000 euro do të jetë taksuar me 15% të 40.000 euroshit. Por kur blen një shtëpi të re, çfarë nënkupton kjo? Ai ti do të paguash për atë rritjen e çmimit që është bërë gjatë kësaj kohe. Mendoj unë. Kështu që unë e shikoj si shumë të rëndësishme rolin e bankave në kreditim. Po, Ervin. Tani, ekspertët e bankës nuk kanë lidhje me rivlerësimin e pronës. Ekspertët e bankës janë sigurisht janë të licencuar nga Ministria Përkatëse,
dhe janë të kontraktuar nga banka patjetër dhe vim vlerësojmë pronat kur ne ndërmjetësojmë përshqitje. Dhe ekspertët e bankës faktikisht, siç thotë dhe zotria, janë të prirur ta ulin për të mbrojtur veten e tyre. Pra, nëse një ekspert i licencuar e vlerëson me vlerë tregu, eksperti i bankës është i prirur ta ulin 20 apo deri në 30% më se sa vlera reale. Por nuk do të thotë që një ekspert banke të bën procesin e vlerësimit. Procesin e vlerësimit ta kryejë një ekspert i licencuar. Dakor, ju jeni me idenë e çmimit referencës apo të një eksperti të licencuar? Si duhet bëhet rivlerësimi? Unë mendoj që patjetër duhet me një ekspert licencuar, sepse çmimet e referencës ne e dimë shumë mirë që ka një diferencë nga tregu real në referencë. Dhe në moment që ne do flasim për një pronë që mund të shitet sot apo pas një viti apo pas 2 vitesh, do të ketë një diferencë që i bie që sërish do duhet të tatohet. Pra, nëse e bën sot me një ekspert vlerësues, i bie që mos kesh më nevojë të tatohesh. Pra, tatimin e paguan sot me 5% dhe kur të kaloj afati, nuk do prekësh më nga fasha e tatimit. Që unë nuk besoj që burimi të vërtetës janë bankat. Kështu që nuk mund ta monopolizojmë, ta bëjmë monopol bankën, apo se s'bën që procesi i rivlerësimit do duhet kalojë nëpërmjet vlerësuesve të bankës. Bankat është thjesht një sektor i cili operon, është biznes në fund ditës, patjetër është i rregulluar, siç janë vlerësuesit, siç janë dhe ndërmjetësit e pasurive paluajshme. Dhe sot indikatorët dhe të vërtetën unë besoj që e kanë ndërmjetësit e pasurive paluajshme që kanë transakcion në mes, në bashkëpunim edhe me vlerësuesit, sepse do të kuptojmë që vetëm 50% e tregut pasurive paluajshme është e fuqizuar nëpërmjet kredimarrjes. 50% që tjetër nuk ecën nëpërmjet këtij kanali. Po, ja ta mbaroj mendimin. Edhe e dyta, mendoj që çmimet e referencës në Shqipëri nuk të hyjnë në punë për asgjë. Pse e them? Sepse pjesa dërmuese përveç Tiranës. Po, atëherë përse i kanë vënë këto çmime të reja referencë? Po nuk i kanë vënë çmimet e reja të referencës. Atëherë Shqipëria nuk ka çmime referencë. Jo, flas për Tiranën, edhe për Tiranën. Edhe për Tiranën janë, jo, ka vetëm Tirana çmime referencë të përditësuara të gushtit të 2023-shit, që është një vendimare, për mendimin tim, që duhet të rishikohet, jemi 3 vite larg, që tregu ka pas dinamiket e veta, por dhe në atë moment kur janë vendosur, nuk janë vendosur të menduara mirë. Pse? Sepse sot çmimet e referencës Tiranë janë mesatarisht 25-30% jashtë realitetit, dhe kemi edhe mangësi, apo po themi vendimare jo të sakta, ku çmimi i referencës te Bashkia e Tiranës, prona, si pas çmimit të referencës, është më e vogël se sa çmimi i referencës, apo është më i ulët se çmimi i referencës tek medreseja. Pra po themi, nëse ke një pronë te medreseja, ty të kushton ka më tepër, pas kam shumë vlerë se kur e ke ngjitur me Bashkinë e Tiranës. Pra ka ca kërcitje tek ajo skem që duhet riparë. Kështu që për mos të folur për gjithë pjesën tjetër të Shqipërisë, që janë të nëntorit të 2016-s, 10 vite me vonesë. Prandaj, ata që duhet ta rivlerësojnë, le të marrin një vlerësues pasurive paluajshme ta rivlerësojnë. Pak a shumë jemi të gjithë në një mendim në lidhje me këtë. Me çmimet çfarë do të bëhet, Bujar? A mendoni që do të ndikojë rivlerësimi, do të ketë ndonjë efekt të çmimit të qerave, të çmimit të shitjes? Shqipëria këto vitet e fundit ka pas një rritje goxha të madhe të çmimeve të tregut imobiliar, sidomos Tirana dhe Bregdeti. Dhe ajo që e bën edhe pak më të vështirë që diskutojmë sot, duke i shtuar dhe informalitetin, duke i shtuar domethënë blerjet që bëhen ku një pjesë e mirë paguhen në të zezë, kjo e bën pak më turbulent situatën për mendimin tim. Dhe sot nëse ne flasim që shumë të rinj nuk kanë kapacitet për të blerë një shtëpi në qendër të Tiranës me të ardhurat që kanë, unë gjithmonë shikoj se bankat duhet të jenë pranë, po në përgjithësi. Po në përgjithësi. Unë shikoj që bankat duhet të jenë regulator. Të paktën jashtë të rinjt stimulohen me kredit të buta ose me mënyra akreditimit të tilla, të cilët po kemi dhe një skemë në kredive të buta nga bashkia. Po për të rinj, për student, për shumë domethënë grup motrash të cilat duhet të futen në tregun e pasurive të paluajshme duke blerë qoftë një shtëpi për veten e tyre. Mendoj që rritja e çmimeve në një kohë kaq të shkurtër, jo se në vendet e tjera të Bashkimit Evropian nuk janë rritur, por nëse ti gjen një shtëpi në mes Tiranës që është më shtrenjtë se sa në mes të New Yorkut apo të Londrës apo dhe në shumë vende të tjera, duke e krahasuar me të ardhurat për frym që ka, domethënë nivelin e të ardhurat për frym që është në Shqipëri,
është pak paradoksale dhe papranueshme për situatën në cilën ne kalojmë. Për t'ju dhënë mundësi, domethënë dhe shumë individëve që duhet të blejnë qoftë dhe shtëpinë e parë, mendoj që politika do të jenë të mirëfillta, politika sociale me mbështetje, ku sidomos familjet e reja, të cilët të sapo krijuara, që nëse ne duam dhe shtimin e popullatës, duhet të motivohen për të marrë kredi në bankë. Jashtë për shembull bankat, një nga gjërat që bëjnë dhe vetë shoqëria ka të ndërtuar mënyrën e taksimit në proporcion edhe me taksat dhe kredit që ti merr në bankë. Ty shteti të motivon që të marrësh kredi për blerje shtëpie, për blerje makine etj. Në mënyrë që ti të paguash më pak taksa në shtet dhe njëkohësisht ti je i lidhur edhe me bankën. Atë që unë përmend edhe pak më parë, edhe pse s'dua të rikthehem më gjatë, që pasja e bankës në rolin e licencuesit është sepse nëse dua ta luftojmë informalitetin, janë ata brenda bankës që mund të luftojnë për të kanalizuar paratë që janë në të zezë. Faktikisht shqiptarët kur blen një objekt, kur blen një apartament, një shtëpi etj, kanë paguar më shumë se sa është deklaruar. Një pjesë e mirë atyre kanë paguar në dorë etj. Për ta eliminuar këtë, pikërisht janë bankat ato që mund të luajnë një rol shumë të rëndësishëm, duke stimuluar domethënë edhe kredit buta, duke stimuluar edhe mundësi që lehtësuese për individ, sidomos për moshën e re dhe të rinj, të cilët sapo kanë krijuar familje. Mirë, Ervin, për çmimet, duke qenë se jemi në përfundim të pjesës së parë, se ju e prekni situatën çdo ditë, mendoni që kemi një rritje, një stagnacion të çmimeve, si është tregu? Tregu është po të njëjtat fazat apo po të njëjtat ritme që ka qenë, nuk është se kemi një stagnacion, tregu vazhdon një lirë, mendoj pas një lloj problematike. Janë rritur çmimet apo jo? Çmimet sigurisht që janë rritur. Vazhdojnë të rriten. Çmimet në Tiranë çdo ditë rriten. Çdo ditë që ne shkojmë në kantiere, në çdo fazë që ato përparojnë, sigurisht që rriten dhe çmimet. Nëse do kishte stagnacion, nëse do kishin blerje, sigurisht që do rriteshin. A ka blerje? Mendoj që ka blerje, pavarësisht se nëse shikojmë vitet më të mira që ka pasur Shqipëria, dhe po flasim me shifra, ka qenë viti 2022, me rreth 37.000 transaksione të regjistruara në ASHK, jemi pothuajse në të njëjtat nivele. Atë që tregon gjithë statistikat e tregu është që transaksionet po bëhen më tepër cash intensive. Kur them cash, kuptimi më shumë, po transaksionet ka një vlerë më të lartë. Pra nëse dikur kishim 37.000 për 800.000, 900.000 euro, 900 milion, po themi treg, sot kemi 1.5 miliard euro treg të pasurie paluajshme, po për të njëjtin numër për 37.000, 38.000 transaksione. Kështu që vlera e çdo transaksioni është rritur. Kjo është e kuptuar qartë edhe te procesi i rivlerësimit, ku çdo rivlerësim po bëhet për një vlerë 65.000, 70.000 euro, ndryshe nga 43.000 apo 45.000 që kemi pasur më përpara. E vërteta është që vitin e fundit, paktën nga statistika që unë zotroj, tregu në Tiranë ka rritur diku tek 1.960-2.000 euro për metër katror mesatare. Dhe ka një rritje 4-5%, pra jo më tepër Tirana. Bregdetin pas ka tjetër dinamika, është tjetër histori. Kështu që ka një ngadalësim të rritjes në Tiranë. Bregdeti sigurisht që ka rritje më të thelluar apo jo? Po, sepse ka dhe projekte, ka shumë projekte të reja, të cilat janë dhe elitare, por në të njëjtën kohë ka dhe kërkesën që vjen nga jashtë Shqipërisë. Qartë. Mirë, shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të programit, do të flasim për taksën e pronës. Paralelisht me procesin e rivlerësimit të pasurive, Ministria e Financave ka propozuar një formulë të re për taksimin e ndërtesave të banimit, e cila sjell ndryshime të rëndësishme për pronarët. Drafti parashikon lehtësi fiskale vetëm për banesën e parë, ndërsa për banesat e dyta dhe të treta taksa do të llogaritet mbi vlerën e plot të pronës. Në të njëjtën kohë propozohet edhe 2 fishimi ose 3 fishimi i shkallës së taksimit, ndërsa rritja vazhdueshme e çmimeve të banesave dhe i qërave pritet të ndikojë drejt për drejt në barrën fiskale të familjarëve. Jam sërish në studio me Reinaldo Pipiria, Ervin Demirgjiu dhe Bujar Zhuri në një komunikim të drejt për drejt. Në fund të ditës e thatë që bara fiskale do të mbetet tek konsumatori, tek qyramarrësi, sepse do t'i vi fatura do t'i vi taksa me faturën e ujit, apo jo? Projekt ligji parashikon që taksa mblesi ose ata që do të veprojnë si agent për taksën mbi pasurinë e paluajshme
mund të jenë ndryshe nga vetë bashkia dhe në rastin e Tiranës, pak në shembullin e Tiranës, për disa qyteteve, taksa është në faturën e ujit. Kështu që në fund e paguan përdoruesi. Pra ai që përdor, qoftë qeramarës, qoftë përdoruesi i pasurisë, ai që përdor dhe paguan faturën e utiliteteve të kësaj njësie, ai do të paguajë edhe taksën. E vërtetë është që shkalla rritet nga 0.05 në 0.2%, pra është 4 fishim, por për banesën e parë është parashikuar një lehtësim duke përgjysmuar bazën e taksueshme. E thënë ndryshe, nëse ke një shtëpi që është me një vlerë 170.000 euro, taksa do të përllogaritet mbi 85.000 euro për rastin e Tiranës. Po e rumbullakose në projekt ligj është 8.4 milion lekë, e zëmë se bën 85.000 euro, kështu që po e rumbullakose do të paguash a shihni të drejtë, Reinaldo, taksimin e pronave të dyta të treta e vera? Si vendimare është e drejtë që prona të taksohet mbi vlerën e saj. Pra, sot ne kemi një sistem mix ku ndërtesat edhe tokat janë taksuar mbi vlerën dhe mbi metrat katror. Tani po kalojmë tek, kur themi tani, po themi në 1 janar të 2029, do të kalojmë mbi vlerën e pronës. Kështu që është edhe në kohën e duhur për të prezantuar bashkë me procesin e rivlerësimit. Pra, praktikisht shqiptarët duhet kuptojnë që do të taksohen mbi atë që ata posedojnë, mbi pasurinë e tyre, mbi vlerën që ka pasuria e tyre. A mund të ishte bërë më mirë? Besoj që po mund të ishte bërë më mirë si proces taksimi, sepse ka disa përjashtime, ka disa hapësira ku bashkitë dhe institucionet mund të abuzojnë me vendimarrjen e tyre, pra mund të diskutojmë në vim. Por si vendimarrje, si iniciativë është e drejtë. Mirë, Bujar, si e sheh në fakt krahasuar edhe me vendet e Perëndimit? Nuk e dinë se duhet ta quaj Europën shumë socialiste, pra një shtete sociale ku njerëzit që kanë 2-3 prona me radhë paguajnë me vërtet shumë taksa, ndërsa ne në Shqipëri deri tani kemi qenë të lirë nga kjo pikpamje, apo jo? Taksimi është një detyrim i gjithë qytetarëve të një vendi, caktuar cilët ndërtojnë një shoqëri me të mirat dhe fqijat e tyre. Kështu që deshëm neve si individ patjetër që taksimi do të jetë. Çështja shtrohet që çfarë duhet përfshirë në këtë taksim dhe çfarë duhet pasur parasysh që gjatë taksimit të marrim parasysh dhe shumë elemente amortizimit, elemente të cilat shpesh këtu kur shitet një pronë nuk tërhiqet, nuk ndodh procesi i amortizimit të një banese apo të riinvestimit të një banese. Për shembull, nëse një pronë ka arritur vlerën nga vlera X në vlerën Y, dhe kjo ka ardhur edhe si rezultat i një riinvestimi që ti ke bërë, detyrimisht shpesh rëndomt i kalon kjo pjesë e shumës investuar pa u tërhequr nga kjo taks. Kështu që detyrimisht në një shoqëri e cila kërkon një shtëpi më të mirë, në kusht më të mirë e tjera, duhet patjetër që të merren parasysh dhe shumë elemente të tjera që janë elemente që quhen investim në kohë, domethënë gjatë procesit të rivlerësimit. Unë do të them që veç kësaj duhet marrë parasysh që një investitor që posedon një shtëpi ose një apartament, njëkohësisht dhe një që posedon një fabrikë, që një ndërmarrje të caktuar, vlera e një objekti të tillë që sjell të mira materiale që është goxha, është shumë më e madhe e tjera. Si është menduar kjo në raport me një familjar, për shembull me një çift të ri i cili ka një apartament, e ke qartë. Pra diferencën e biznesit nga individi, po. Pikërisht, duhet parë dhe kjo, domethënë sepse për shembull ka individ që posedojnë 10 ose 15 apartamente të cilën ato i japin me qira. Si do ta bësh rivlerësimin e atyre, duke qenë se ata kanë filluar dhe një aktivitet paralel ekonomik që jo vetëm që posedojnë, janë në pronar të tyre, por kryejnë dhe një aktivitet ekonomik të cilët i japin me qira ditore, mujore, vjetore e tjera. Ato fitojnë të ardhra nga kjo. Si do merret parasysh ky lloj taksimi? A do të zbritet kjo në vlerën totale? A ka pa qartësi? Jo, unë mendoj që projekt ligji ka qartësi për këtë pjesë sepse e ka ndarë margjin 0.1 deri 0.2% për banesat dhe më pas ka tjetër nivel për ndërtesat që shërbejnë për aktivitete ekonomike.
Patjetër që projektligji është shumë tolerant, pra thot 0,1 dhe 0,2 për banesën e parë të bëj ule, por për të dytën, për të tretën, për të dhjetën, nuk ka një parashikim. Pra nëse ti je individ që i ke aty mbyllur dhe nuk je duke i ushtruar si aktivitete, duke përdorur si aktivitet ekonomike. Nëse ti ke futur si aktivitete ekonomike, qoftë zyra, qoftë qerafa gjatë, qoftë qerafa shkurtër, patjetër që ka marzhin 0,15 deri në 0,25% besoj, por është e ndarë. Nga në tjetër, projektligji nuk ka bërë një diferencim midis sektorëve të ekonomisë, dhe kjo është pika është pika që për mua është e dobët, sepse ti nuk mund të taksosh njësoj një ndërtesë që është qenë tregtare, një ndërtesë që është aquapark, një ndërtesë që shërben për një tjetër lloj aktiviteti ekonomik, njësoj si një ndërtesë e cila shërben për bujqësinë, për agropërpunimin. Kjo për mua ha diskutim, besoj pjesa tjetër midis individit dhe entitetit tregtare është i qartë në ligj. Okej, mirë, dua të pyes edhe Ervinin, si do të ndikoj rritja taksës ose vendosja taksave për pronat tjera në çmimet e banesave apo të qerave? Do të ketë në ndikim? Unë e shikoj pozitivisht, fatikisht. Unë e shikoj pozitivisht, sepse ne sot në Tiranë, apo edhe në qytete tjera që kanë interes për qera dhënje, ne gjejmë prona pa fund të mbyllura. Prona që nuk janë dhënë kur me qera, apo nuk përdoren. Prona që përdoren vetëm 10-15 ditë, apo maksimum 1 muaj në vit nga qytetarët që posedojnë që janë jashtë. Dhe pikërisht në moment që këto prona do taksohen, do filloj të që këto pronat fillojnë të hajnë vetën në një farë mënyrë. Atëherë i bie që do ulet çmimi nëse rihidhen pronat të tjera në treg. Po, unë shikoj pozitivisht, unë shikoj si një potencial për pronat që të futen në treg, të kemi prona për të dhënë me qera shumë më shumë, por edhe ato që nuk e shikojmë në biznesin e qeras për të rifutur në treg për rishqitje. Unë e shikoj pozitivisht dhe të pjesë, që ne do kemi shumë më shumë prona për qera, po edhe për shqitje ndoshta që do futen në treg që do livrohen. Çfarë ndodh në Europë në fakt? Patjetër që në Europë janë, Bujar do të ja fjalën më njëherë, po. Ideja është që në Europë është tjetër histori, pra kur ti ke banesën e parë ose kur ti tregton banesën e parë, patjetër që ka skema përjashtimi, të cilat e nxisin e inkurajojnë strehimin dhe dekurajojnë spekulimin. Nuk jam në brendësi të gjithë skemat të taksimit në të gjithë Europën, por në një moment kur prona, të paktën një pjesë të eksperiencës që kam pasur në Amerikë, në një moment kur prona është pa u përdorur, taksohet në mënyrë më agresive se sa një pronë e cila është duke u dhënë me qerafa gjatë, dhe patjetër taksohet ndryshe një pronë e cila është pjesë e programeve të strehimit social. Dhe kur them pjesë e programeve të strehimit social, ligji ynë e parashikon, por nuk parashikon disa skema si që është pjesa e bonus e qeras. Pra, një pronë të cilën ti e mban mbyllur, nuk e vën përdorim, patjetër duhet taksuar. Një pronë të cilët ti e bën pjesë e programeve të qeverisë, duhet të ketë tjetër lloj taksimi, duhet të jetë e inkurajuar në këtë pikë. Dhe perëndimi praktikisht e bën këtë gjë. Mendoj që ne duhet të jemi pak më tepër agresiv, sepse nuk mund t'i lëmë thjesht 0,2% edhe pastaj ti zotros sa pronat duash dhe vëri kyçen. Qartë, Bujar. Një nga problemet ose problematika që unë shoh këtu është edhe taksimi i pasurisë, që do të thotë ne kemi pasuri të luajshme dhe të paluajshme. Shumë investitorë, të cilët kanë nëpër bankat e tyre shumë maramundse, domethënë dhe nuk e di se sa ato taksohen aktualisht, domethënë për normat e fitimit që ata kanë për këto para të cilët ata i kanë vënë në qarkullim në forma të ndryshme investime etj. Dhe jashtë për shembull një nga problemet që ka në shumë vende, sidomos në vendet skandinave, është kalimi i investitorëve skandinav që ikin dhe vendosen në Zvicër për çështje të pagesës të pasurisë, të taksave të pasurisë, dhe shkojnë vendosen në Zvicër pasi ka taksa shumë më të ulta ose minimale krahasuar pikërisht. Këto lehtësira domethënë që i krijohet. Unë nuk e di se çdo bëhet sepse në Shqipëri nëse do të quaja investitorë të cilët posedojnë pasuri të mëdha janë pronarët e tokës, të cilët e kanë dhënë me përqindje tokën për ta zhvilluar dhe mund të gëzojnë rreth 30-40% të një bloku apartamentesh që bie mund të jetë me vlerë 100-200 apartamente, të cilët një ditë bukur dhe mund të shpërngulin nga Shqipëria dhe të shkojnë dhe i kanë si një pasuri të tyre në Shqipëri, por në Zvicër apo në një vend tjetër, siç është Luksemburgu apo Malta apo Çipro, që ka lehtësira fiskale shumë më të mëdha. Por nuk do i marrin apartamentet me veten. Në Shqipëri do i lënë apartamentet, do taksojnë në Shqipëri për apartamentin, sepse nuk është si punë e keshit që ti lviz
nga llogaria bankare nga shteti në shtet. Por ata do taksojnë Shqipërinë sa mirë që po taksohen. Apartamenti është e saktë që ato do taksohen për apartamentet, por ç'ndodh me të ardhurat e tyre kur ato rriten në Shqipëri? Po taksojnë më tepër sepse nëse rritet vlera e pronës, projekt ligji aktualisht ka që kadastra fiskale, dash zoti arrin që të ngredhet sepse problemi projekt ligjit nuk është formati, është metodologjia. Nëse ti ke një metodologji të mirë që projekt ligji nuk e ka përcaktuar, e ka lënë në dorë Këshillit të Ministrave, dhe nëse ke të dhëna reale të tregut, që normalisht vijnë nga aktorët e tregut, nga ndërmjetësi, nga vlerësuesit, nga gjithë transaksione, vlera e pronës rritet. Sa herë që rritet vlera e pronës, ose sa herë që vlera e pronës parafrohet me realitetin, ti taksohesh në bazë të vlerës së re. Çdo vit, normalisht në fund të çdo viti, pra duke filluar 2029, në 30 shtator, 30 nëntor, deri në fund të 2029-s do duhet dalin vlera për 2030-ën. Dhe brenda marsit të 2030-s duhet të vendosen në implementim vlerë, dhe nëse je më i pasur në 2030-ën, patjetër që do të paguash më tepër. Por po flas për pronën. E qartë. Unë do të tregoj vetëm një rastimin në 2008 kur ne nisëm me norvegjezët për shitblerje të pasurive të paluajtshme në Sarand, dhe në 2009 ndodhi kriza financiare. Filloi kolapsi i madh, të kujtohet besoj. Po, kam qenë pjesë e sektorit bankar në ato vite. Po, edhe duhet marrë parasysh dhe elementet e riskut, që gjithmonë ka një risk brenda, nuk është se nuk ka risk kjo çështja e taksave. Duhet pasur një tolerancë gjithmonë në mënyrë që dhe individi të jetë i sigurt, ku rritja e çmimeve duhet të jetë graduale, në proporcionale edhe me të ardhat e tjera të tregut, mendoj unë. Por në Shqipëri, për shembull, prona është rritur shumë më shumë se sa shumë pjesë të tjera të ekonomisë, për shembull të bujqësisë, të qoftë edhe të ato mini industri që ne kemi aktualisht në proces në Shqipëri. Dhe kjo, domethënë, rritja ka ardhur si rezultat i kërkesës, e kërkesë ofertë, domethënë kjo është e natyrshme. Dhe blerja që bëjnë shumë individ dhe investimi tyre vetëm në real estate. Sot për shembull Shqipëria lulëzon vetëm në pasurinë e paluajtshme. Sot Shqipëria ndërtim real estate turizëm, 1/3 e ekonomisë kryesisht vjen nga këto tre burime, është vërtet. Në komentet që ne do të bëjmë për projekt ligji, një nga komentet është që patjetër që duhet kemi metodologjia duhet të rishikohet çdo 3 vite, jo më shpesh, dhe duhet ketë garanci që Këshilli Bashkiak apo institucionet që vendosin vlerën e pronës nuk mund të arrisin vlerën e pronës ngrihen në mëngjes, prona jote vlen 20-30% më tepër, sepse do të krijonte probleme me shtresën e mesme, cilët do të paguante takset e pasurisë, por që do duhet të jenë ca elemente aty. Por fatkeqësisht projekt ligji ka lënë këtë të drejtë, dhe kjo është pika e dobët, që nuk shkon për shtat me një vend i cili po integrohet në Bashkimin Evropian, nuk mund t'ia lësh të drejtë ekzekutivit të vendosë metodologjinë. Është shumë politike. Duhet ta ketë sovrani, që është parlamenti. Pra kur përmiratohet ligji, vjen bashkë me metodologjinë për të garantuar këto elemente të luajtshmërisë së vlerës së pronës dhe për të mbrojtur taksapaguesin. Dhe rritja, nëse ne sot kemi një kërkesë shtuar të blerësve nga jashtë Shqipërisë, të cilët janë edhe qytetarë të Bashkimit Evropian. Kryesisht për Bregdetin, më shumë. Kryesisht për Bregdetin. Këtu jemi në dy janë vatrat kryesore të shitblerjes së pasurisë të paluajtshme, Tirana dhe Bregdeti. Vendet e tjera pastaj janë shumë të minimizuar ose të kufizuar deri në ato vlera tregut, të cilët nuk ndikojnë shumë në ekonominë shqiptare, besoj unë. Një blerës në Lushnjë apo në një qytet tjetër dytësor nuk është se ngrim peshë, domethënë. Por mendoj që ne duhet jemi shumë kujdesshëm dhe duhet marrim parasysh që taksimi, sidomos kur rritet vlera e taksës në mënyrë shumë më të madhe se sa mundësitë, shumë blerës nga jashtë do të tërhiqen, sepse një nga gjërat që ndodh me të huajt, në cilën unë kam një eksperiencë goxha të gjatë që nga 2008, është se ata rëndom pyesin një nga pyetjet e tyre çfarë taksash duhet paguaj unë në Shqipëri. Ata besoj paguajnë taksa kudo në vendet e tyre, sepse nuk janë parajsa. I krahasojnë taksat me vendin e tyre ku janë. Për shembull, për apartamentin e parë, unë thash, për shtëpinë e parë në cilën ti ke në Norvegji ku unë jetoj, shitblerja ndodh natyrshëm dhe ti nuk paguan asnjë taks për diferencën e. Unë nëse e kam blerë 100.000 euro dhe shes 300.000 euro, nuk paguaj asnjë lloj zero taks. Kjo është tjetër gjë. Shikon, në Shqipëri ne jemi vetëm të paktën aktor konsistent që kemi 5 vite që propozojmë. Por kjo ka të bëjë me transaksionin, nuk ka të bëjë me taksën e pasurisë që ti paguan gjithë jetësisë tënde. Pra, kjo ka të bëjë me transaksionin, jemi dakord. Në 5 vite kemi thënë shtëpi e parë,
nuk duhet taksohet, nuk duhet ketë tatim mbi fitimin kapital kur ti e tregton. Ndërkohë taksohet. Ama në momentin që ti e ke, hajde të flasim për skemen e taksimit. Sepse skema e taksimit është kontribut në lagjen në vendin ku ti jeton, sepse duhet kontribuosh edhe për gjelbërimin, edhe për rrugën, edhe për gjitha. Kështu që këtë takse nuk e heqim dot. Qartë. Mirë, Ervin, atëherë si do të llogaritet, për cila pronë do të merret si e parë, edhe si do të llogaritet në pas taksimi për pronat e tjera? Dhe kur pritet të hyjë në fuqi në 2029? 1 janar të 2029, pra asgjë s'ka për të ndodhur nga sot deri në 1 janar të 2029. Të paktën për ndërtesa. Për tokat është në 31. Pas projektit do fillojmë 1 janar 2029 fatikisht. Dhe vlerat do përcaktohen nga secila bashki, do unë akoma s'kemi asgjë të përcaktuar. Apo jo, Rinaldo? Atëherë, do duhet që lëvizjen e parë duhet ta bëja SHK-ja me hartën e vlerave, që normalisht sipas planit punës do duhet brenda aktiviteti SHK të dalin me hartën e vlerave. Në të njëjtën kohë do duhet kadastra fiskale të ndihmojë bashkitë për të përcaktuar tipologjinë e pronave që ka, destinacione se si po përdoren këto prona, dhe më pas të dalin me vlerët e pronave. Prona e parë është ajo me vlerën më të ulët gjithmonë? Atëherë për banesën e parë duhet të ketë minimalisht 50% ulje amortizim të bazës të taksueshme, pra nga 170 për Tiranën 85.000 euro. Në momentet të caktuara, Këshilli Bashkiak mund të arrisi këtë zbritje, pra nga 85 mund të thotë jo, ne nuk do të taksojmë 85.000 euro, po do të taksojmë vetëm 50.000 euro, sepse e kemi parë që kosti e tesës apo çmimet e pronave janë rritur shumë shpejt në qytetin tonë dhe duam të mbrojmë familjet. A do të ketë ndryshim të tregut pronave deri në 2029 për cilën ne po flasim, Ervin? Në lidhje me taksën? Po jo vetëm në lidhje me taksën, me dinamikën, po le ta quajmë kështu. Unë mendoj që fatikisht unë kisha parashikuar edhe për 2025 dhe 2026 që do kishim një farë ulje të çmimeve, ulje të kurbës. Ulje nuk është folur ndonjëherë në fakt, po. Ulje e kurbës, ta kuptoj, ulje e kurbës, por realisht kemi qenë në po të njëjtat kushte. Dhe unë kemi vazhduar si 2024, 2025 dhe 2026. Po 2029 do jemi shumë pranë Bashkimit Evropian, paktën kështu thënë 2030. Besoj që do ketë një rritje do duke stabilizuar, sepse edhe Tirana apo edhe Bregdeti deri diku po ngopet, si po themi me ndërtime, kemi filluar në një tjetër lloj ndërtimesh, kemi filluar tek kërkojmë dhe cilësinë faktikisht, pra kërkojmë ato pronën e 2, të 3 me radhë. Dhe sigurisht edhe çmimet pastaj do ndryshojnë. Bujar. Po, jetona. Unë besoj që çmimet deri në vitin 2029-2030 do të pësojnë një rritje. Ndoshta jo këtë rritje që kemi hasur këto vitet e fundit, por do të ketë një rritje në formë spirale, sepse vetë hapja me tregun e Bashkimit Evropian sjell dhe edhe një interes blerësish nga vendet e Bashkimit Evropian. Pa do të ketë një rritje të kërkesës? Patjetër që do ketë një rritje të kërkesës, sepse ka ndryshuar dhe cilësia e ndërtimeve dhe mundësia për të fituar para në real estate është rritur, sepse që dhe shumë blerës nuk i blejnë ato shtëpi sot për t'i mbajtur për vete, por i blejnë për t'i hedhur në treg si qiramarrje apo në një formë tjetër, domethënë bashkëpunimi. Ku do të rritet më shumë kërkesa, në Tiranë apo në Bregdet? Unë shikoj që Tirana do të ruaj atë vetën, por Bregdeti do të ruaj rritjen e vetë standarde, por Bregdeti do të ketë rritje më të madhe. Dhe parashikoj që Bregdeti do të jetë një interes shumë i shtuar, sidomos për vendet skandinave, të cilët kanë interes për blerje në mesdhe, dhe vendet gjermanike apo angli, domethënë që disa kanë filluar, domethënë që kanë pas blerje dhe prona në Spanjë apo në Bullgari apo në disa vende të tjera shumë vite përpara sa, domethënë, ne të fillonim zhvillimin kur Bullgaria sapo hyri në Bashkimin Evropian, dhe i shesin sot dhe vinë blejnë prona që i blejnë më lirë dhe presin një rritje çmimi dhe rrini shesin në një moment të dytë. Të paktën në Sarand, në shitbirjet që kanë bërë në vitin 2008 tek norvegjezët, që janë gati 500-600 norvegjezë që kanë blerë shtëpi në Sarand, një pjesë e mirë e tyre i kanë mbajtur deri në këtë kohë dhe kanë filluar të rishesin. Po, të rishesin dhe e kanë parë si një bonus, domethënë një normë fitimi që gati 2 fish apo 3 fish dhe e kanë parë si një investim cilën ata nuk e merrin kurse si në një bank ku mund t'i kishin 100.000 euro, domethënë për një afat. Rinaldo, a nuk kemi një ngopje në fakt, apo çdo kush dëshiron të ketë një pronë mesdhe, është absolutisht zona më e
lakmuar e Europës për Mendoj klimën, që- për diellin, për bukurinë e detit? Për te lokacione mendoj që Shqipëria ngelet një treg I cili ti mund të hysh kollaj me pak kapital. Pra me 200.000 euro ti mund të Kur blesh... është koha e dur për të lërë pronë? Po flasim për tuajt apo për shqiptarët? Edhe për shqiptarët, ne kemi të rejse për shqiptarët. Për shqiptarët mendojnë që sa më shumë shtyhet blerja, më e vështirë bëhet. Më e vështirë bëhet, Duhet të kishim blerë 5 vite më përpara. Mendojnë që çmimet që janë aktualisht, unë ju tregova në pjesën e parë, Tirana nuk ka qenë 1960, nuk ka qenë 2.000 euro për metër katror. Tirana para 5 vitesh ka qenë 1.250 euro metër katror. Pra pothuajse një rritje prej 800 eurosh. Kështu që ka ecur shumë shpejt. Duhet kemi parasysh që po flasim në termat e euros, ndërkohë që euro vetë është 25% më pak se Ka s'ka pësuar një qenë. rënje, Sido që të jetë, prap ka një rritje të konsiderueshme. Nëse flasim për Bregdetin, është e vështirë të parashikosh që do të bjerë, sepse të gjithë do të bëjnë llogaritë siç kanë bërë vendet nordike, do të krahasojnë rrugtimin e vendeve si Kroacia, si Malizi. Kroacia janë çmimet në këtë gjë, kështu që e paharritshme. fatkeqësisht do të ecën në këtë drejtim. Atë që ngelet përgjithësisht shqiptarëve dhe atyre që drejtojnë Shqipërinë është të gjenë skema që strehimin ta bëjnë sa më të përballueshëm për shqiptarë. Dhe ndoshta duhet të kemi skema agresive të taksimit. Pra politika fiskale mund të luajë një rol më të madh se ç'luan aktualisht. Falenderoj Renaldo, faleminderit Ervin, faleminderit Bujar gjithashtu, faleminderit që na keni ndjekur. Faleminderit juve. Faleminderit që na keni ndjekur të dashur miq, takimin nesër në të njëjtën orë. Mirupafshim.